Ura Baqallëkut përplas institucionet në Shkodër. Zyrtarisht, bashkia e këtij qyteti përmes një njoftimi të shpërndarë për mediat thotë se nuk është vënë në dieni të punimeve në fjalë nga autoriteti rrugor shqiptar, edhe pse kjo vepërarti është në territorin e saj. Pushteti lokal bën me diell se po ndjek me shqetësim kaosin e krijuar nga punimet në urën e Baqallëkut dhe i kërkon ndjes qytetarëve për rradhat e trafikut të krijuara në këto temperatura të larta. Në lidhje me këtë çështje, Bashkia e Shkodrës është drejtuar dhe institucionit të prefektit dhe autoritetit rrugor shqiptar për zgjidhjen e shpejtë të këtij kaosi. Ndërkohë, ashtu si ARSH, edhe bashkia fton qytetarët që për të shmangur rradhët edhe trafikun të frekuentojnë segmentin Shkodër-Gurizi. Por ndërkohë, situata në terren vjen të jetë kaotike me rradhë të gjata automjetësh që presin për minuta të tëra dhe punimet që kanë nisur prej 3 ditësh dhe ende nuk dihet se kur do të përfundojnë. Si të mos mjaftonte pritja e qytetarëve, rasti më flagrant është me autoambulanca që i drejtohen një rasti emergjent shëndetësor. Pa frikë, ajo që po ndodh në hyrje të qytetit mund të cilësohet si kaos i organizuar me bekimin e institucioneve që përveç se nuk koordinohen me njëra tjetrën, kujtohen t'i lajmërojnë drejtuesit e mjeteve të përdorin rrugën e vjetër dhjetor pasi punimet kanë nisur dhe trafiku shkon në disa kilometra. Nga ana tjetër, as policia e shtetit nuk po arrin të jetë në lartësinë e duhur për menaxhimin e kësaj situate, e cila mbetet në kurriz të çdo udhëtari që hyn dhe del nga kryeqendra e Veriut.